ka qenë Oda dhe baba në moshë të re, në moshën vitale, 5-60 vjeçare, është vetmu. Ka jetu i vetëm në Odë me djemë. Kjo është shumë e rëndësi, pyetja është shumë e rëndësishme, sidomos kjo pyetje në shoqërinë tonë, ju dedikohet prindërve, tani prind dhe gjyshër. Prindër dhe gjyshër. Në shoqërinë tonë, po themi, shoqëria jonë fatkeqësisht në shumë gjëra është udhëheq nga kanuni. Në të kaluarën, që unë e kujtoj shumë mirë, po flas vitet 80-ta deri te 90-tat, ku baba, për shembull, ka ekzistuar Oda, zakonisht po flasim në fshatra, kryesisht që kanë banu, po edhe në qytete ku ka pas shtëpia, ka qenë Oda dhe baba në moshë të re, në moshën vitale, 5-60 vjeçare, është vetmu. Ka jetu i vetëm në Odë me djemë. Kjo nuk është në rregull, ai është bashkëshort. Pra, burri, bashkëshorti ka nevojë për gru sot ekziston, pa marrë parasysh dobësisë fiziologjike. Burri ka nevojë të ndron bisedat, mohabetet me gruan, edhe gruaja njëkohësisht. Pra, në radhë parë unë këtu po duam të shfrytëzoj rastin tani për kohën tonë, që gratë pra duhet me pas kujdes që t'japin dashurinë e plot burrit pa marrë parasysh çfarë moshe ka. Dashuria nuk njeh moshë. Por Zoti e ka lënë çashtu njëri me u plak, po vlerat nuk mblakën. Respekti dhe dashuria e çiftëve duhet jetë i vazhdueshëm në çdo kohë. E gjithsesi që pastaj që ndikon edhe në raportet e kontakteve intime. Pra, aty ku nuk ka respekt, nuk ka dhe interesim. Aty ku ka fjalosje, ka dhe largim. Dhe aty ku ka largim, po flasim të çiftëve në shtrat, aty pastaj ka ndërhyrje gjallëzore. Dhe kështu shkohet drejt divorcit. Prandaj pra, sa më të mira që t'jenë në raportet bashkëshortore, shtohet dashuria. Me shtimin e dashurisë së tyre, ndërtohen vlerat bashkëshortore të mira dhe bëhen model i mirë për fëmijët e tyre. Dhe kështu pra jeta vazhdon me një lumturi, sepse siç e dini do thotë flasin edhe psikologët, sociologët, antropologët të çështje e raporteve intime, luajnë shumë rol, pra edhe te burri, edhe te gruaja, raportet e mira, kontaktet e mira intime, pra jeta në shtrat, për një qetësi shpirtërore, për një relaks shpirtëror, madje këto janë studime po flas të hershme, se jo rastisht për shembull pejgamberi sa më ka thonë kur burri ka nevojë për gruan, në aspektin e kontakteve intime dhe gruaja e refuzon, e mallkojnë engjëjt me laçe deri në mëngjes. Mu personalisht më ka interesuar ky hadith me studiu në aspektin edhe psikologjik. Pse gjithë ky gjuna? Pse gjithë ky ndëshkim për gruan? Kur burri ka nevojë për te dhe gruaja pa arsye të justifikueshme e refuzon burrin, e mallkojnë me laçe deri në mëngjes atë gru. Për faktin se është një goditje e madhe për autoritetin e burrit. 1, është një çrregullim hormonal i burrit. 2, dhe pastaj është një çrregullim edhe shëndetësor, saqë këto mund ta vrejnë kolegët e punës. Për shembull, nesërmen ai person kur shkon në punë mund ta vrejë nga fizikusi i tij që nuk është mirë diçka, edhe nëse ai më shef e kamuflon, por vrehet. Pra, aty ku ka raporte të mira intime, bashkëshortore, ka dhe gjallëri, ka dhe lumturi, edhe kështu jeta vazhdon.